Do shta ti këtë dunja kanë, do shta nuk kije me thirë dikush ti ba, nuk kije me thirë dikush ti nan, ama Allah Azza wa Jalla është më i mëshirshëm për ty se sa ti për veten tënde. Nuk ka ndjen më të rëndë për një burr edhe për një gruaje, se sa Allah Azza wa Jalla më sprovu mos të pas fëmijë. Na dhimën neve shumë ato burra dhe shumë ato gra, na dhimën pak si tepër që Allah Azza wa Jalla nuk i furnizon me fëmijë. Po Allah Azza wa Jalla e di çka është më e mira për ty. Ama këtu prej këtij momentit e kam një mesazh për ato. Një mesazh që është interesant për ta kuptuar këtë pikën e dytë. Allahu Azza wa Jalla, atyre të cilët i ka sprovu për mos më dhënë vlat këtë botë, ja u ka përgatit në xhennet. Që ato kanë me qenë rrejtin e parë. Ajo gruaja dhe ai burrë që s'kan pas fëmijë, kam ja mundsuar në xhennet me pas fëmijë. Do shta ti në dynja ki fëmijë, ama të bëhet zullumçar, që s'do me pas as shtëpinë tone. Ama në xhennet Allah Azza wa Jalla ka me ta mundsu ojti motër e nderuar. Edhe oti vllai i dashur. Nëse Allah të ka sprovon këtë botë, ka me ta mundsu në xhenetin e Allahit Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla që ti me pa fëmijë, edhe ai fëmijë ka me qenë i hajrit, se në xhenet është. A kuptoni se Allah Azza wa Jalla çdo kujt i ka dhënë zgjidhje. Do shta ti këtë dunja kanë, do shta nuk kije me thirë dikush ti ba, nuk kije me thirë dikush ti nan, ama Allah Azza wa Jalla është më i mëshirshëm për ty se sa ti për veten tënde.